Forumi Ekonomik Botëror thotë se bashkëpunimi global në shkallë të gjerë po dobësohet, ndërsa lidhjet tregtare, financiare dhe teknologjike po zhvendosen drejt grupeve më të vogla të vendeve të bazuara në interesa. Mekanizmi shumëpalësh i botës po ngadalësohet pikërisht në momentin kur krizat po shtohen, megjithatë bashkëpunimi global i matur në tregti, kapital, teknologji, klimë, shëndetësi dhe siguri po rezulton më i qëndrueshëm se sa pritej. Me fjalë të tjera, ndërsa bashkëpunimi i përgjithshëm po vazhdon me një ritëm të qëndrueshëm, kjo aleancë po ndodh gjithnjë më shumë midis grupeve më të vogla në vend që të ndodh midis shumë vendeve. Ky është zbulimi qendror i barometrit të bashkëpunimit global më të fundit, të botuar nga Forumi Ekonomik Botëror, i cili konstaton se veprimi formal i përqendruar në OKB po i kalon gjithnjë më shumë konflikti dhe mosbesimi. Ndërsa një epokë e re globale po merr frym, multilateralizmi është nën presion, edhe pse bashkëpunimi global vazhdon të jap rezultate në disa fusha kyçe, thuhej në të. Pavarësisht gjetjeve, rezultati kryesor i raportit është kryesisht optimist. Sistemi po shkatërrohet, por ende nuk është duke u prishur. Raporti argumenton se megjithse bashkëpunimi klasik shumëpalësh është dobësuar, koalicionet alternative po e mbulojnë këtë boshllëk shpesh në formate më të ngushta të bazuara në interesa që janë më të lehta për të mbështetur politikisht. Ky ndryshim është i dukshëm në të dhënat tregtare. Në vend të një tërhiqjeje të plotë nga tregtia globale, raporti përshkrua një ridrejtim të flukseve të mallrave për gjatë linjave gjeopolitike më elastike. Pavarësisht kësaj, vendet ende po përpiqen të diversifikojnë furnizuesit dhe tregjet midis partnerëve tregtar që i konsiderojnë më të sigurt. Në vitin 2024, ekonomitë në zhvillim dhe Kina zgjeruan pjesën e tyre të eksporteve sipas raportit, edhe pse ekonomitë e përparuara ja shpërsuan politika tregtare dhe ndërtojnë barriera rreth sektoreve strategjik. Sipas raportit, goditjet tarifore të vitit 2025 nuk e shtypën plotësisht tregtinë. Përkundrazi, ato përshpejtuan një riorganizim me vëllime që ende zgjeroheshin, por modelet ndryshonin në shpejtësi, veçanërisht në importet amerikane.